Mazhoranca dhe opozita kanë shfaqur rezerva për projektligjin e sjellë për diskutim nga ILDKPI në Komisionin e Ligjeve. Në shqyrtimin e projektligjit, relatori Damian Gjiknuri u shpreh se nëse caktohen në ligj, siç parashikon drafti, që të deklarojnë pasuritë dhe konfliktin e interesit çdo punonjës i shtetit, atëherë do të rrezikojë që ligji të bëhej i pazbatueshëm. Po ashtu, sipas tij, do të ishte vrastare për shumë sektor, pasi pedagogët, ekspertët ekonomik dhe juridik nuk do të lejoheshin të ushtronin profesionet e licencuara. Ndalohet të kryej një punë tjetër, ndalohet të kryej të ushtroj funksionin, të ushtroj profesionin e tij në fusha tjera. Kjo, për mendimin tim, në shumë sektor të vendit do të jetë vrastare. Unë këtë po e them. Po si mundet të vëmë në kufizime të një pedagogu që ai të mos ushtroj profesionin e mjekut? Si mund të vëmë në kufizime të një pedagogu, të një institucioni shkencor, që ai të mos ushtroj detyrën e konsulentit, që ai të mos ushtroj detyrën e një bord të një ndërmarrje? Po kaq është Shqipëria, kaq pak njerëz ka. Ndërkohë që nën kryetari i Komisionit të Ligjeve Oert Bylukbashi kërkoi që para se të miratohet projektligji i ri për deklarimin e pasurisë dhe konfliktin e interesit, Komisioni i Ligjeve të zhvillojë disa seanca dëgjimore me grupet e interesit. Janë kufizime të cilët prekin njerëzit praktikisht nuk e kuptojnë arsyen pse do të jenë në këtë lloj kufizime, sepse nuk janë zyrtar shtetëror. Ajo që inkompatibiliteti i ushtrirë në fushë profesionale, në jetën e tyre të përditshme, në mënyrën se si në fundit edhe kanë të drejtën të sigurojnë të ardhurat e tyre në mënyrë normale pa qenë zyrtar shtetëror. Kështu që realisht duhet i marrim opinion këtyre grupeve që po futen, sidomos po themi unë përmenda pedagogët, të cilët e kanë shprehur këtë lloj shqetësimi, po dhe të tjerë ulim i bëjmë një listë dhe ti marrim mendimin e tyre. Kërkesa është pranuar nga mazhoranca dhe para se projektligji të shqyrtohet nen për nen, para deputetëve të Komisionit të Ligjit, do të japin pretendimet e tyre edhe ekonomistët, juristët apo mjekët.